Përshëndetje nga kuzhina në Jedit. Sot kam menduar se përgatit speca dolma për ndryshe. Dolma në tenxhere që bëhen tepër të shishme. Speca dolmat i kam gjithmonë hazër, në frez, e kom postu recetën si e përgatiti pra me mish, me karrota, me krejt përbërësit e gjeni recetën e përgatitjes se dolma për ndryshe, speca dolma me mish. Pra veç i kom hek prej frizit që shtot ngrita si që pëshifni. Në anën tjetër morëm një lugë të mesme me Magdalena Osteru, një lugë të mesme veget, një lugë të gjellës plot me ajvar, një gotë të qajt me kështu makarona që janë, ose oriz që është me modhe, edhe një sup gjellit, pak vaj ulliri edhe ujë normal. Bismillah, fillojna me përgatitjen. Krejt në fund të gjerës, gjesim mas pare me makaronat e vegjel, shtojna një sup të gjellit, i renditim speca dolmat pra në tenxhere. Është një recetë fantastike që nuk keni mendru asnjëherë. Sikurse gjallësore që i bojnë veç më të mira. Tashti, normale të më lëshu shkëritin, marrëm melmesat, marrëm ujnë e nxehtë me njëra qesin, së nxehtë tenxheria. Marrëm tashti ajvarin, një lugë të gjellës, ajvar djeks ose të pa djeks. Unë ja kom qitë djeks, që se rani. Edhe marrëm vaj ulliri ose vaj lulletjeli, qesim brenda. Përzina me lugë të qërit, edhe o qesim një pjatë për mi. Pra ujk me qitë deri sa të mbullohen specat. Mandej ja përgatitim me jomën që shtemi një kauna dogaxhinit, mill, një lugë të gjellës, pak vaj edhe biber të kuq, ja kthejna, por mas pore i zina speca dolmat pra në tenxhere. Tashti kemi zi edhe speca dolmat për një 35 minuta në temperaturë të ndryshës ndysh. Morëm një tigan ku qesim pra edhe vaj, e lojna që të nxehet për përgatitjen e mejonës, një lugë të gjellës plot me miell, një lugë të gjellës me biber të kuq mandej, e largojna pjotën që kemi qitë brenda. Ashtë zi edhe supa si që për shefni shumë mirë, po ashtu edhe ta makaronat e vegjel, shefni. Bëhet tepër e shishme si gjellë, pra kjo me speca dolma në tenxhere që ka mjo knoq. Kripen e krejt melmesat i kanë bërë tek mishi brenda, kur i kom përgatit, kështu që edhe supa është e njelmt, po është e kemi qitë një lugë të mesme me veget. Nëse ju keni qef ma të njelmt, mundeni lirisht me qitë pra në pjotën t'juve kur të servani ose veget ose krip. Është nxehur edhe vaji, është e përgatitim pra me jamën. Duke në kuq, millin edhe përsina. E edhe me jamën brenda pra tenxhere. Bismillah, ja që i si zonë, shpërlojnë. Nga longo, ku janë zi pra tek uj, tek tikone. Shpërlojna dhe ja qesim pra. Mbas e kemi hedhë edhe mejonën, tash e lojna qëtë nërë edhe mejonja s'poshko me specat, një 3-4 val në temperaturën e njëjtë të ullë.
as pak nuk keni nevojë me qitë pra ma shumë mill, sepse janë edhe makaronat e vegjël, siç po shihni, kështu që as nuk keni me hangër më të mira, as nuk keni hangër deri sot sikur këtu specadolma me tenxhere. Kanë një knoç të gjithë familjen, super të shishme bëhen edhe të langshme pra me lugë. Na boft, Allah i ka bu agjerimin, lutjet tona e na pranoft po ashtu. Nëse i provoni, ju lumë shënduar, ju bëfshin mirë. Faleminderit për përkrojnë që ma beni, komentet e bukra e deri në recetën e radhës nga kuzhina. Njerë të them, miru pofshim.